Petro Koçi shpërthen keq ndaj ZGN-s së Belës. Ne jemi parti serioze, nuk është ky imazhi i Partisë Socialiste. Petro Koçi vendosi të tërhiqej nga gara për deputet pas urdhrit të Edi Ramës se do të futeshi në listë të hapur, por duket se përplasjen e ka edhe me Belinda Ballukun, e cila e mbushi listën e Fierit me vartës së saj dhe me njerëz që i përdor për interesa personale. Së fundmi, gjatë një interviste, Petro Koçi ka sulmuar ZGN Caushin, e cila është promovuar gjatë fushatës elektorale nga mediat pranë qeverisë për videot e saj me tekste qesharake, ku ajo vinte në lojë kundërshtarin e Belinda Ballukut në Fier, Gazmend Bardhin. Sipas Petro Koçit, sjellja e ZGN-s në rrjetet sociale është egzageruar, pasi sipas tij dhe se nuk është ky imazhi i Partisë Socialiste, pasi sipas tij janë një parti serioze. Me termin serioze nuk dihet nëse Petro Koçi i referohej Eliza Spiropalit të Skënderbeut, Edona Bilalit të Zeusit, Bora Muzhaqit, Safet Gjicit, Shukri Xhelilit apo Tërmet Peçit. Ajo ka bërë një gjë që është egzageruar dhe është një shpërdorim personaliteti në një përmas që mendoj se nuk duhet të përsëritet më. Nuk është ky imazhi i Partisë Socialiste. Partia Socialiste është parti serioze, u shpreh Koçi. Sipas tij, ndonse rrjetet sociale kanë fituar shumë terren në komunikimin politik, mënyra se si përfaqësuesit politik sillen në to nuk duhet të komprometoj seriozitetin dhe imazhin e ekipit. Nuk mendoj se kjo duhet të jetë linja e fushatës Partisë Socialiste. Sot vendos shumë rrjeti social, padyshim, por duhet bërë gjërat më ndryshe, tha ai.